Kultura si investim publik, infrastrukturë e identitetit ton kombëtar që prodhon vlerë ekonomike, pjesë e procesit të integrimit evropian dhe me institucione moderne. Ministri i Kulturës Blendi Gonxha ka prezantuar këtë të mërkurë strategjinë kombëtare të kulturës deri në vitin 2030. Drafti i hartuar nga një agjenci italiane pas një konsultimi me ekspertë, artistë e organizata vendase, sipas ministrit synon tjetërqasje. Kjo është një strategji që për herë të parë e trajton kulturën si një infrastrukturë tashmë kulturore, që sjell konceptin nga thjesht mbrojtja trashëgimiste tek ekonomia e kulturës. Themi bosht i përpjekjes son për integrimin evropian. Për herë të parë do të merret seriozisht, plotësisht me statusin e artistit. Dhe këtu ka shumë reforma dhe merret shumë me kalimin nga ideja vetëm e financimit publik te financimi dhe i bashkëpunimit me privatët. E gjitha kjo e bën që strategjia ta shohë kulturën dhe ta sjellë si një fuqi e butë. Ai kërkoi që publiku dhe grupet e interesit të konsultohen me draftin për të dhënë vërejtjet e tyre, jo vetëm si proces informimi. Gjithmonë më shumë të informuar në këto procese, në mënyrë që ne të parandalojmë rezultate të cilat nuk do të dëshironim të ndodhin nesër në aspekte të caktuara në sektor të caktuar. Referoni proceseve për zonat e mbrojtura? Jo, indirekt natyrisht i referohem çdo lloj themi pakënaqësie, e cila mund të jetë e shprehur në çdo lloj forme. Dhe është natyrisht një drejtë demokratike që ne të jemi kundër ndonjëherë edhe rezultateve të caktuara në fusha të caktuara, në projekte të caktuara, në themi zona të caktuara, dhe ajo që nuk duhet të lejojmë që të ndodhi është që neve kur kemi mundësinë të mund të kemi sa më shumë përfshirje paraprake në këto konsultime. Duke përmendur financimin publik dhe partneritetin publik-privat, Gonxha këmbëngulte kultura si instrument kundër shpopullimit, pasi sipas tij, që të rinj të qëndrojnë në fshatrat e tyre, duhet të ketë jetë kulturore.